apo doni me bo qeveri të opozitës, apo doni me bo kryeministër Kurtin 3. Shumë e thjeshtë. E dyta, pse kush për opozitës nuk për merë mundin me qunë gjykatë kushtetuese faktin që me të dy kam qeveria Kosovës është në konflikt interesi. Kurti dhe ministrat e tij janë zgjedhur deputet. Për me evitu konfliktin e interesit, kushtetuta është shumë e qartë. Thot, nuk mundet t'jesh edhe deputet edhe bazit në ekzekutiv. S'mundet. Mundet, po masanesh mundet. Që s'mundet. Po, si do qoftë, kjo situatë revolucionare donë njerëz guximshëm, donë kokat ftofta, donë njerëz vizionarë që e dojnë shtetin e Kosovës, se nuk e trajtojnë shtetin e Kosovës si Republika Srpska me kanë. Dhe e fundit të... Matoshi, 15 minuta e të folë. Oke, një fjali për... Vetëm aje duke e matë kohën. Ja, si on për atë punë. Oke, faleminderit. Pranvera. Si po duket ty situata 34 kemi mrit të numri i Shekillonilit, nuk e di nëse do mbrim të 91 i Denis Rodmanit. Me të vërtet një situatë shumë delikate dhe shqetësuese mendoj edhe për neve si qytetarë të Kosovës. Unë e kam prit ma tepër aktivizëm edhe prej qytetarëve, për arsye se edhe dikur i vjen durimi, dhe më thonë durimi me prit 34 herë me dalë edhe më s'mu votu edhe me shkut deputet edhe me marë ato pagesat e veta që po shkojnë ka 5 minuta, ka qenë mesatarja që 5 minuta i kanë kalu, po paguhen prej taksave tona. Kjo do më thonë është e pa akceptueshme. Jo vetëm ati, do më thonë partisë më të madhe e cila ka fitu mas tepër me mandate dhe i ka 28 mandate, me të vërtet përgjithësia kryesore ju bjen atyne. Po na po e shojmë që atyne fare nuk po ingutët me e bo një qeveri. Por po e shojmë që keme dhe një opozit, kisha me thonë këgja frikacake. Nuk po e marin hapin këta që me e thy këtë akull edhe me e shfrytzu dhe me thonë ato se qka ja jep kushtetuta. Dhe që përmend këtu që je faktikisht prej këtyne prej datës se kur janë betu si deputet, këta dhe janë duke e thy, dhe me thonë duke e shkel kushtetutën, se është antikushtetuese me pas pozicion edhe legislativ edhe ekzekutiv. Na po i din krejt këtu dhe gjithë po heshtim, po i këshyrim punë tona, këta po vazhdojnë me ato. Faktikisht, unë menoj që kur dalin zgjedhjet, nuk e di kush prej njerëzve merë përsëri një farë vullneti me i votu qëta 120 deputet, kur na kanë lënë me muj e me muj. Pa marë parasysh faji kujna është, apo kujna i bjen ma tepër faji, kushtrim këta duhen marë deri të një me vendosë se qka dojnë me bo. Po së tjerave i keme dhe 3-4 tjerë lider politik, cilët përfaqësojnë partit, atëherë në qofë se ti po e sheh që dikush po të bëm blokad edhe je me mujtë ta në këtë gjendje, ti duhesh me gjithë një rrugdalje, është e tyne, faktikisht me gjithë. Përpos që është një lloj, do më thonë, shqetësimi edhe zhgënjimi në partinë e cila i ka 42% në Kosovë, po edhe këto tjera që nuk po e bojnë shumicën dhe nuk po mundën me gjithë një zgjedhje edhe në ata bjen pjesërisht faji. Na kemi pa që bota që një javë faktikisht ka ndru për të keq qatë shumë mënyrë dramatike dhe drastike. Sa që me thonë drejtën është shqetësim për çdo familje, po thuj se për shumë njerëz kur bisedojmë që është ka shkon një farë ndryshimi aq i madh sa që po frigojmë që ka me fillu edhe lufta e tretë botërore dhe nuk është shumë larg meq kur kemi domethënë gjithë ata njerëz bombardime çdo herë mes Iranit edhe Izraelit, që na kemi njerëz komplet pa përgjithshëm.